بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begatim, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, të dashur, të pranishëm, çdo njeri që lind i paditur. Jo rastisht, porosia e parë e Allahut në Kur'an është Iqra, lexo. Njeriu mëson edhe duhet të mëson sa të jetë gjallë. Vetëm me anë të dijes, njeriu mund të jetë i ngritur e mund të jetë i nderuar te Allahu dhe te njerëzit. Allahu në Kur'an thot: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." I ngrit Allahu ata të cilët besuan nga mesi juaj dhe i ngrit ata të cilëve u është dhënë dituria. Një ditë prej ditëve një dietar i hershëm i Islamit, Ebu Hazmi, shkon dhe hin në xhami. Në këtë kohë, ky dietari ende nuk kishte mësu shumë për fe. Ishte marrë me dituri tjera. Kur hin në xhami, shkon dhe ulet direkt. Njerëzit fillojnë me shiku, çuditshëm. Dhe pastaj dikush i thot: "Çohu dhe fali 2 rekat tehiyetul mesjid për përshëndetjet xhamis, për nderim të xhamis, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me çun vend." Ky dietari thot: "U çova dhe i fala 2 rekat dhe pastaj u ula." Një ditë tjetër thot: "Shkova në xhami në një kohë që nuk ishte kohë e preferuar për namaz. Që namazi nafile në atë kohë është i urrëtur." Thot: "Hina në xhami duke mos e ditë ki prap. Hina në xhami dhe i fala 2 rekat dhe u ula. Njerëzit thot prap nisën me më shiku. Çuditshëm thot po më shohin dhe dikush më tha: "Pse thot i fale 2 rekat? A nuk e di thot që në këtë kohë nuk ka namaz nafile, nuk është e preferuar." Ky dietari thot: "Subhanallahu, një ditë hinën thot në xhami, më tha çu fali 2 rekat. Thot tash po i fali 2 rekat, ju po më thoni pse i fal." Aty thot e kam kuptu se sa nuk di. Dhe nga ai moment ka filluar me u marr me dije islame. Edhe sot emri i tij përmendet, Ebu Hazmi, Allahu e pasmëshiru, një moment mjaftoi që më ndryshu komplet jetën. I mjafton njeriu të mençur, një moment me kuptu se sa nuk di. E dija boll kur nuk bëhet. Dija Allahut, sidomos në raport me dijen e njerëzve, është sikur se me marr një xhilpan dhe me e fut në oqean, me e fut në deti, sa mundet, sa pika ujë mundet me dalë prej aty. Shumë pak ose hiç. Na kur shkum medrese, xhamatlit nderuam, para se me shku, faktikisht kishim nis me e thirë ezanin. E kishim nis me e knu ndonjë asher dikon në për mexhlise, edhe me atë menën tonë vogël, menojshmi që dim shumë për islam. Sepse fatkeqësisht ka njerëz që hala mendojnë kështu. Në qoftë se i din një 2 faqe Kur'an e një 2-3 mesele, tamam është, me qitë shallin në krye edhe me dalë, para njerëzve, para xhamatit. Na kur shkum medrese, e pam se nuk ishte qashtu. Na i dhanë një krah me libra edhe e pam që duhet me mësu. Kur dolëm prej medresës, me veti thash, kina mësu diçka. Shkova në fakultet, dhe në fakultet e pas që pas ka hala. E tash që kam dalë i fakultetit, kam marrë në përfundim që në duket kur gjon s'kina mësu.
se në islam dia s'ka limit, s'ka kufin. E lumja ai i cili mëson edhe punon me atë cilën e ka mësu. Fatkeqësia më e madhe xhamatli nderuam është kur njeriu dia nuk ja shton veprat e mira, edhe nuk ja shton imanin. Kur njeriu nuk punon sipas dijes të cilën e ka marrë. Sot jemi duke ndëgjuar njerëz të cilët e kanë marrë titullin hoxh dhe unë thot kam qef me bon një duet me filan këngëtari, me filan reperin, thot du me bon një muzik. E çka me i thonë? Kjo dëshmon që ajo dije në qofse e ka, nuk e kalon shenjë, ose imani nuk është si duhet. Njëherë ishim të shku në një udhtim me një grup të madh të hoxhallarëve, dhe unë dalshmi me i falë namazet kur vin të koha e namazeve, në një kohë të përshtatshme. E njëri prej tyre, hoxh, tha, nuk është mirë tha me u ndalë kështu me u falë rrugës, sepse tha jemi në shtet të huj, jemi në shtet jo musliman, nuk është e hishme e kështu me radhë. Edhe unë e pyeta thash, po kur me i falë namazet, sipas teje, kur duhet me falë thash në namazin? Tha po i falë mi kaza në shtëpi. Që kjo është pravi hoxh, që ta kënaq xhamatin, sepse i ban grumull një 20-30 namaze edhe i falë kaza. A namazin nuk falet kaza. Allahu në Kur'an ka thonë, inna salate kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Namazi për besimtarët është obligim në kohën e caktuar. Çka kemi i thonë? Unë nuk është stili jam, kështu sikur si që jam të folë une, por për te realitetit nuk kemi ku me shku. Ndoshta këti hoxhe, këti individi, du të mja marë diplomën, ose me shku mi thonë, shko ullu edhe njëherë në banka, edhe kuptoj mirë fejnë, kuptoj qëllimet e fesë, sepse ty nuk e pas ke kuptu si duhet edhe sa duhet, masi se pas ke marë vesh rëndësinë e namazit në islam. Nuk shkon xhamatli nderuam edhe hoxhë edhe kapadai. E keni pa shpesh tash çfarë pami ato pa në për rrjetet sociale dhe në për emisione, me sako të kuqe edhe flokt spica. Çunëse erdhën kom baba hoxh. Erdh baba hoxh në kom. Me sako të kuqe edhe flokt spica, ai çetri nuk e vnon kapuçin hiç, se ja prish frizurën. Duhet me i thirr na mendjes se këto gjana nuk janë të na çuar në drejtim të duhur. Porosia jeme për gjithë neve këtu, mas pari për vetën është që na mendet tona mos më ia dhom dikujt me qira. Po me mendume, me mendet tona dhe me kokën tonë. Fatkeqësisht kanë ndryshuar rolet edhe janë përmbys vlerat. Sot në televizione, në emisione, berberi fol për fe, berberi fol për futboll, këngëtari fol për politikë. Pse? Se sa ma shumë afrohemi ka kiameti, humb dia. E kur të humb dia njerëzit folin, ç'është tek. Na çka duhet me bë? Me kanë shumë kujdesshëm edhe shumë domethshëm. Unë edhe në esencën e kuptoj që shmundet një musliman, një njeri normal, me i pëlqy edhe hoxha i devijum, edhe hoxha i devotshëm, edhe hoxha selefi, edhe ai qetri sufi, ja ban like edhe selefive, edhe sufive, edhe kaderive, edhe halvetive, do më thonë kjo është me krejt, edhe shijave, unë se ne kuptoj. A nuk është në gjendje mi dalu këto gjana, a çka është puna? A nuk e di që në mes këtyre hoxhallarëve të ehli sunnetit, që dikush i çon me mjekra, ka dallim si nata me ditën me ato hoxhallarë të devijum. Mos me kanë çto hoxhallar të ehli sunnetit, që për fat keq njerëzit edhe në mesin tonë, për familjet tona i thënë me mjekra e kështu me radhë, na i këshmi pas punë shumë ma keq. Po alhamdulillah që janë këto hoxhallar e që i përmbahen tradicionales. Sepse shumë janë të dalë disa njerëz të cilët thirrin në atë kinse islami modern. Nuk ka diçka që quhet islam modern, e nuk ka diçka që quhet islam pa parime. Edhe tri porosi kisha dashur me nda me ju në këtë hutbe, që besoj se do të na kishin ndihmuar shumë gjatë jetës tonë. E para është xhamatlit nderuam
që ajo që cilën e kanë thonë pleqët e tonë, ato më herët, kanë thonë kur nuk është vonë me u korrit. Dhe kjo është e vërtet dhe e saktë, për me u korrit kur vonë nuk është. E dyta, xhamatit nderuam, është që na mos me thonë kur, duhet një u ikë fjalëve të mëdhoja. Ai cili fol fjalë të mëdhoja, pendohet shumë, xhamatit nderuam. Dhe e treta, porosia është që të bëhemi ashtu si dukemi, ose të dukemi ashtu si jemi. Na nuk kemi shumë xhira e shumë partia, na jemi në anën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe automatikisht jemi kundër çdo kujt që është kundër Allahut, kundër pejgamberit dhe kundër muslimanëve. Allahu na lutim na jep dije të dobishme, na jep dije të Kuranit dhe të Sunnetit dhe të na mundsoj që të punojmë me dije të saktë. Njeriu ka nevojë për dije dhe për njohuri çdo herë. Mos harroni se zotësi dhe aftësia është që njeriu me ditë sa nuk di, e jo sa di. Zotësi është njeriu me ditë sa nuk di, e jo sa di. Allahu ne lutim për mirësi dhe mbarësi në dynja e në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu yaghfir lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أكمل الصلاة. الله